Klavi dhe miliarderi i errët. Një tregim i kohëve moderne. Natën kur gjithçka ndryshoi, Klavi po transmetonte live nga apartamenti i tij në Miami. Ishte ora 2 e mëngjesit dhe dhjetëra mijëra shikues po ndiqnin çdo lëvizje të tij. Po, e njoh Peter Thiel tha ai duke qeshur, duke ju përgjigjur një komenti në chat. Më ftuan në një festë të tij, por Klavi nuk e dinte se kjo frazë thënë rastësisht do të ndeste një nga teoritë konspirative më të çuditshme të vitit. 2 muaj më vonë, në një intervistë për një podcast të njohur, gazetarja e re Mikaela e pyeti: "Klav, ka thashë theme se rritja jote e shpejt nuk është rastësi. Disa thonë se ke lidhje me Peter Thiel. Çfarë thua për këtë?" Sytë e Klavit u ngurtësuan. Për 3 sekonda të gjata, asgjë nuk lëvizi përveç venës që i rrihte në tempull. Pastaj, pa thënë asnjë fjalë, ai ngriti dorën, bëri shenjë kameramanit të ndalonte dhe e largoi gazetaren nga dhoma. Interneti u çmend. Pse reagoi ashtu? Shkruanin njerëzit. Nëse nuk ka asgjë për të fshehur, pse u tremb kaq shumë? Por le të kthehemi pak pas. Klavi nuk ishte gjithmonë i famshëm. Para një viti, ai ishte thjesht një djalë 20 vjeçar që bënte transmetime të çuditshme. Por diçka ndryshoi. Videot e tij duke goditur fytyrën me çekiç për të ndryshuar strukturën e kockave u bën virale. Klipet e tij nga klubet e natës, ku flirtonte pa pushim, shpërndaheshin si zjarri. Dhe ndërsa krijuesit e tjerë të përmbajtjes bllokoheshin për gjëra të ngjashme, Klavi vazhdonte të rritej. Çuditërisht shpejt, një mbrëmje vere, në një klub nate në Miami, një vajzë i u afrua dhe bëri shaka. "Ti je ai që financohet nga Peter Thiel, apo jo?" Klavi u ngurtësua. Gotën që mbante në dorë e vendosi ngadalë mbi tavolinë. Për një moment, zhurma e klubit u zhduk plotësisht për të. "Pse thua kështu?" e pyeti me zë të ulët. Vajza qeshi, duke menduar se po bënin shaka. Por Klavi nuk qeshi. Ai ndryshoi menjëherë temën, duke folur për motin, për muzikën, për çdo gjë tjetër. Disa vëzhguan këtë reagim. E postuan në internet. Brenda 6 muajve, Klavi u bë bashkëpronar i një klubi nate me vlerë $5 milion. Në moshën 20 vjeçare. Pa kurfar historie të njohur biznesi. Pa investitor të njohur. Thjesht punë e vështirë dhe talent, tha ai në një transmetim. Por pyetja mbeti, kush e financonte vërtet atë? Dhe pastaj, dikush filloi të gërmonte më thellë. Peter Thiel, miliarderi i teknologjisë, themeluesi i Palantir, njihej për diçka më shumë se pasuria e tij. Ai ishte një transhumanist i hapur, besonte se njerëzimi duhet të evoluojë përmes teknologjisë, të kapërcej kufit biologjik, madje të luftojë vetë vdekjen. Në një intervistë, kur e pyetën nëse dëshironte që njerëzimi të vazhdonte të ekzistonte, ai nuk tha po. Ai heshti. Pastaj tha: "Nuk jam i sigurt." Fjalë që bën jehon në mendjet e shumë kujt. Palantir, kompania e tij, kishte fuqinë të analizonte të dhëna në shkallë globale. Sistemet e tij ta i përdoreshin nga qeveritë dhe ushtrit për të parashikuar sjelljen njerëzore. Por çfarë lidhje kishte kjo me një streamer që godiste fytyrën me çekiç? Teoria që filloi të qarkullonte ishte e thjeshtë dhe e tmerrshme. Po nëse Klav nuk ishte thjesht një streamer? Po nëse ai ishte një eksperiment? Sipas teorisë, përmbajtja e Klavit ishte projektuar me të kujdes për të normalizuar idenë se trupi dhe mendja duhet të modifikohen vazhdimisht. Looksmaxing, përpjekja për të përmirësuar pamjen me çdo kusht, ishte vetëm fillimi. Së pari, goditja e fytyrës për të ndryshuar kockat. Pastaj, trajtimet më ekstreme dhe një ditë implantet në tru. Bashkimi me AI. Kalimi i kufive natyror. Nëse e mësoje brezin e ri që në moshë të re se trupi i tyre ishte i papërsosur dhe kishte nevojë për përmirësim, atëherë ata do të pranonin çdo teknologji të re pa pyetur. Një natë, Klavi po transmetonte si zakonisht. Dikush në chat shkroi: "Klav, a je një industry plant?" Ai e lexoi komentin me zë. Për herë të parë, buzëqeshja e tij u zhduk. Industry plant, përsëriti. Nuk e di çfarë do të thotë kjo, por sytë e tij thanë diçka tjetër. A është e vërtet gjithë kjo? Ka prova? Jo, sigurisht. Por pyetja që dridhet në errësirën e internetit mbetet. Po sikur një miliarder i teknologjisë, duke parashikuar një të ardhme ku njeriu dhe makina bashkohen, të kishte vendosur të fillonte një eksperiment? Po sikur të kishte zgjedhur një streamer të ri, karizmatik, për të mbjellë farat e kësaj ideje tek miliona të rinj? Po sigur Klavi të jetë thjesht një aktor në një skenar shumë të madh? Dhe nëse po, apo e shikojmë të shpaloset para syve tan pa e kuptuar asgjë? Por sigurisht, këto janë vetëm teori, vetëm thashetheme, vetëm një histori tjetër nga interneti. Apo jo?